zoti Rama... Ku e diti që kapacitetet që ka PS-ja? Jo, zoti Rama, po unë dhe kam të profilet e larta. Profili më të lartë politik, Mariana Koçekun parën e qarkut Shkodrës. Se e para e qarkut Shkodrës. Tani, a i quani ju gabim këtë që bën zoti Rama? Po, absolutisht po. Po. Është fyri për socialistët e Shkodrës. Po, është e vërtetë. Se e para nuk po them andaj 10-20. Unë nuk kam asë gjë me ato, unë kam respekt për Marianën, por... Po jo, asë unë s'kam, nuk është puna, është 25 vjeqe, 26 vjeqe? Nuk mund të ishte e para, dhe në momentin që ajo ishte e para, minimalisht duhet ndale mlefin e mërënshëm që e prodhën për të bo protagonizm. Jemi në tjetën... Tashti për të protagonizm, është e pa mundë që ti tullesh në bank, tulli minuti në bank, dhe mas 2 orë të them unë rënë qafohu këshu. është problem karakteri kjo. Dakor? Po faj është i Ramës? Faj është i Ramës. Dakor? Ja tha në njeri Ramës se si e vura të parë në kryetar. Si kam thënë, se në qarkun tim s'ka ndodhë kjo. Po të vinde në i këshu... Jo, s'ka shansë në lejshtë. Pse? Sepse do të ketë profil politik, do të ketë angazhim politik. Background, do të ketë po si do të jetë politike? Po si do të jetë politika edhe s'ka asnjë lloj shenjë politik. Në Shkodër nuk i tha dikush zoti Rama, ç'a më bën? Me Shkodrën, unë po tham në Lezhë. Po i thin si me Shkodër zoti. Nuk është vënë në diskutim ndonjëherë kjo histori. Duhet të ketë profil dhe kontribut në politik. Nuk ka kontribut politik, s'mund të jetë kaq. Tani, çështja e dytë, rebelja e dytë po themi, është Elisa Spiropali që nuk ngjan me rastin e zonjës Koçeku. Si i vlerësoni kritikat që bën? Ka mendimin e vet që thonë. Ja, mos u bëj djali urt këtu. Jo, kam mendimin e vet, nuk kam, vetëm një gjë nuk më shkon. Domethënë, deri ditën që jem post, jem rregull, ditën që bie nga posti si jem rregull. Kjo nuk më shkon jo me Elisën, pas me Pjerinin dhe as me vllajën tim. Vllai im ka ra nga posti sa për një kanë heqë, kanë shkarkuar. Po. Dhe kam thirrë, kam ulur në tavolinë aty. Shumë jetë kanë bëhet. Kush është vllai juaj? Vllai im ishte drejtori i përgjithshëm diku, e shkarkuar. Po. Si quhet vllai juaj? Olin Dreu. Drejtori i përgjithshëm i drejtorisë zyrtare. Po. Dhe i thash shumë mirë ta kanë bërë. Do të ulësh kokën. Dhe do të vazhdosh jetën. A i zbëri një status Facebook? Absolutisht, zero. Sepse atë detyrë e ke marrë, e ke mbajt në një moment caktuar, nuk ke arrit pritshmëritë e dikujt, a janë të rregulla, as janë të rregulla, unë për vete gjykoj që është heqkot. Çfarë rëndësie ka ç'a gjykoj unë? Ama mu nuk më lejohet, familjarisht as vllai tim me dalë me bo atë, dhe shumë për këtyre që kanë dalë aty, rebelin. Shumë për këtyre që kanë dalë aty, janë të njëjtës kategori që vinë nga kategoria e të paknaqërve për shkak të mund. Elisa Spiropali është e paknaqër pse? Që uajshi nga ministri i jashtme? Elisa Spiropali nuk mund të jetë e paknaqër, s'ka si të jetë. Po jo, po disa probleme i shtron të me të drejta? Më fal një minutë. Demokracinë PS nuk ka, zotin Dreu. Më fal, kush ta tha? Se ka? Aman ma trego mua që ka se po habitem. Në Partinë Socialiste? Në Partinë Socialiste ka demokraci? Brenda? Tani ti je politikan i vjetë tani? Se ti mendon se në Partinë Socialiste Fleti Edi Rama dhe tjerë ndëgjojnë vetëm? Po. Kush ta ka thënë këtë? Kush e ka thënë? Po. Po ma ndryshon mendimin mua ti. Kjo është gënjeshtër. Kjo është gënjeshtër? Kjo është gënjeshtër. Kjo është një fantazi që shitet për arsye që nuk e di unë, por Eron Braçe, i pari, që në 2013 kur kam rasti veçantë i barazimit trekëndshëm, tjetër. Unë e kam kundërshtuar disa herë në grup parlamentar. Nuk i kam votuar në parlament, kam votuar kundër në parlament disa herë. Në buxhetin e 2019-s, në dhjetor të 2018-s, ne kemi Eron Braçe ka bërë 17 amendamente kundër. Po mirë, këto janë ishu tek Samili, 3 ishu tek Samili. Një minutë lutem. Se shkjo demokracia. Prit ti them unë, prit them emrat tash. A do më lesh atë? Ti them emrat që kam gjuar aty në grup parlamentar. 17 amendamente Braçe, 17 amendamente kundër i kanë votuar unë. Qeverisë, duke qenë kryetari i komisionit Fatmir Gjafa, ka marrë qëndrim disa herë kritik brenda. Bledi Çurçi, kam qenë aty. Ka bërë debat dhe ka mbajtur qendrim. Po ministeri. Ka bërë shumë Ramën? Po, jeni herë, po disa herë në grup parlamentar. Bashkim Fino, i Pafati. Djes pas.
Shumë të tjerë që janë ngritë dhe kanë mbajt qëndrime në grupin parlamentar. Dhe kjo tregon që ka demokraci, pa ty u ikën gjua kur i thon filani ministro, zoti Treuta. Falni tash, a deshe shembuj apo s'deshe shembuj? Kënë ca ishu kështu si ato të Samilit. Nëse do ta banalizojmë, hajde ta banalizojmë. Jo, s'është banalizim. Nëse do shembuj, nëse në reformën territoriale, jo më larg se tani e kam kundërshtuar unë qeverinë. Hapër fare në media. Qeveria 1, 2, 3. Cili është objeksioni juaj për reformën territoriale, se kjo është një çështje shumë e rëndësishme? Çështja e reformës territoriale nuk duhet të degradohej në ndarje kufish, po duhet të jetë çështje kompetencash e pushtetit lokal, më shumë se sa ndarje kufish. Dëmtohet Bashkia e Lezhës me projektin e PS-s? Jo, s'ka dëmtim. S'ka. Po pse e keni ju këtë si objeksion pastaj? Kush e ka thënë këtë? Jo, që thua tani që duhet ketë këtë. Kam folë për kompetencat, jo për ndarjet. Jo për vijin e... Kam folë për kompetencat. Se ka probleme kryesore janë për disa bashki. Çështja e kompetencave të pushtetit lokal duhet të rishikohet. Është absurde. Disa cënime të pavarësisë dhe këto i kam ngretë publikisht. Dhe s'kam pas asë një lloj impakti negativ as nga Rama, as nga Grukush. Ja kam ngretë në mbledhje hape televizorin, në mbledhje kur kemi bërë takimin për legalizimet, jam ngritë unë live dhe kam kundërshtuar, s'jam dakord. Në kryeministri, live, televizor. Çfarë ka thënë Rama? Kanë reflektuar, mrapa kanë ndryshuar draftin. Unë s'jam dakord, kam thënë. Dhe jo një herë, po disa herë e kam bërë, dhe s'kam pas një pasojë. Dhe nuk më ka thonë një herë pse flet.